Krah njëri tjetrit, nën tingujt e himnit kombëtar, krerët më të lartë të shtetit shqiptar, kryeministri Edi Rama, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, presidenti i Republikës Bajram Bekaj, kryetari i Kuvendit Niko Peleshi dhe kryetari i Bashkisë së Vlorës Bruna Mersini morën pjesë në ceremoninë e ngritjes së flamurit shqiptar në rastin e 113 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Ceremonia u zhvillua në Monumentin e Pavarësisë në Vlorë më 28 nëntor të vitit 1912, 113 vjet më parë, u shpall pavarësia e Shqipërisë nga Ismail Qemali në Vlorë. Këtë moment historik e ka nderuar me urime vende e figura politike nga e gjithë bota. Nga delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio dhe presidenti amerikan Donald Trump, urimet e të cilit janë përcjell përmes presidentit Bekaj, i cili në rrjetet sociale ka falendëruar SBA-t. Ndërkohë nga Tirana, Vlora dhe të gjitha qytetet u veshën sot kuqezi me këngëvalle dhe simbole kombëtare për të kremtuar 113 vjet pavarësi.